një shqiptar i ri dhe ti e ke këtë problem, ku të hellësh gjërat e shtëpisë sepse të kap stresi, ndonjëherë thua ti hell tu të kosh i lagjes, mos më shikoj njëri, pastaj thua po jo, po nëse më vjen një job, se sigurisht kjo pjesa është shumë mirë e rregulluar këtu. Kështu që sot do të bëjmë një gjë, do vini me mua dhe do t'ju tregoj si t'i hidhni plerat pa stres dhe me shumë prakticitet dhe pa paguar asgjë mbi të gjitha. Përshëndetje. Sot do të tregoj një aspekt tjetër. Hedhja e gjërave që nuk na duhen në Gjermani shpesh bëhet një stres dhe nuk di njeriu ku t'i hedhi, ku të shkoj. Sot do shkojmë në një recycle hof ose një obor riciklimi ku mund të hedhësh praktikisht çdo lloj gjëje, por në një sasi të caktuara. Sigurisht që të kuptohet që është një sasi për familje, që nuk je biznes. Se në Hamburg funksionon kështu, ti me kartën e identitetit që je qytetar i Hamburgut, mund të shkosh të hedhësh plerat në çdo recycle hof, duke filluar që nga gjërat e vogla shtëpiake, pajisjet, gjithashtu dhe pajisjet e mëdha, televizor, frigorifer, çdo lloj gjëje që shtëpia ka. Po prandaj do ju tregoj sot se si do hedhim disa karrike, një dyshek që nuk na duhet, disa gjëra që realisht nuk na hyjnë. Kështu që tani do shkojmë bashkë dhe do t'i hedhim. E jani me mua. Që nga të gjë policaj të përpara. Wow, shive sa interessant policia këtu, po e Autobicicletat. Auch in Nummer 5. 5, okay. Genau. Und die Schüler, wenn das hauptsächlich Metall ist, in Nummer 2. Okay. Ja, Metall. Ja? Wenn die noch gut erhalten sind und noch nicht so doll abgenutzt, dann könnt ihr die gerne zu Stiefmuster stellen, ja? Okay. Numër 5. Tani po kërkojmë numrin 5, sepse na e tregoi, tha ja, tha, këtu. Shefe? Me li, ha. Do t'i nxjerrim gjona tona. Edhe ca lezetshëm që është. Atë gjejmë, okay? Sa. Shefe, aty ka një piano, ka një kështu. Hadëm edhe ne këte. Sa gjonat lezetshme. Ka, nëherë vjekesh i hidhen që këto gjonat lezetshme. Perfetto. Sa gjona? Sa i tha mund të t'i rjeni kështu tha me që nuk janë shumë. Shive? Koni pak sa interesante. Këtu njerëzit lejnë gjërat që nuk i duan. Kjo vazi, me gjërat tjera, shumë e bukur. Po marrim një top. Çfarë? Farë mënyrë çka ka këtu? Ka këtu gjërat e Shrekut, tu s'pas ka gjë, këto stolat i lamne se s'na duhen. Pas kjo është për shumë për në garden. Se interesant, unë kam një bicikletë që dua ta sjell këtu. Është shumë interesante, dhe Produktet e mira që lihen në recycle hof nga njerëzit mund t'i gjesh pikërisht këtu. Sigurisht që nuk janë falas, kanë një kosto, por janë të marrësisht shumë ekonomike krahasuar me çfarë do t'i gjeje në një vend tjetër. Siç e shikoni edhe vetë nga pamje, ka bicikleta, ka mobilje, ka rroba, ka produkte nga më të ndryshmet. Gjë që ja vlen sidomos për njerëzit që në këto momente nuk janë gati ekonomikisht për të shpenzuar shumë, se sapo kanë ardhur në Gjermani. Unë doja vendos të dyja poshtë tek linku dyqanet. Shive këtu hidhen këto gjelbrimit, gjërat që nuk të hyjnë të shtëpia për shumë të pemët. Shiko, këtu është për verrat. Këtu është për këto tapat e verrave. Këtu është për gomat e vjetra. Shive? Tryka, patrone, këtu janë për çdo lloj gjëje pajisje pune që s'të hyjnë punë në bateri. Okej, këtu është me një farë pagese. Këtu është me një farë pageset. Ja dhe këtu. Sektori i baterive ose i gjërave të punës kishte një farë pagese, po përgjithsisht gjërat e shtëpisë nuk kanë pagesë. Mund të hedhësh çfarë të duash.
Sigurisht është dhe opsioni ti marrësh në telefon dhe të lesh një takim dhe të vinë. Ka raste në varësi të zonës është me pagesë, ka raste që është pa pagesë, por unë duke qenë se dua ta hedh si shqiptar që jam sa më shpejt jetë e mundur se më ka dhënë truri, dua që ta bëj tani po vedh dhe rrypin dhe po shkojmë qetësisht në shtëpi. Ju përshëndes, uroj t'ju kem ndihmuar sado pak. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Vunohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.